Ata të dy janë të pazakont dhe ç'është e vërteta, marrin vëmendjen e publikut kudo që janë. Herë kanë folur për gjuhën shqipe, për rrënjët e gjuhëve europiane, kanë folur për sportin, kanë folur edhe për mënyrën se si ne duhet ta njohim më mirë gjuhën në të cilën e flasim, edhe nëse flasim në shqip apo në një gjuhë tjetër të huaj. Sot kanë ardhur të flasim për sportin. Janë motor e vëlla, është Maria dhe Agron Vuka. Mirë se erdhët. Na kishte marrë malli për ju të dy. Kemi edhe Likin. Dhe Liki është rehatuar më shumë se të gjithë ne. Përshëndetje juve gjithë njerëzve për mirë. Të tjerët të reflektojnë themin e. Se nuk ka njerëz, nuk janë të gjithë mirë aty jashtë, sipas teje. Po besoj se bota është e larmishme, por do preferoshim një botë larmishme ku nuk ka zunë se ignorancë, më të themi pak kështu me fjalë. Duke që Agroni ka pasur disa situata për cilat ka rezerva në të përditshme ti për shoqërinë në tërësi, po sot Agron, unë do doja shumë të fokusoheshim në këto minuta që kemi në thelbin e këtij diskutimi televiziv që ne do të bëjmë. Do flasim konkretisht për sportin, për jetesën e shëndetshme, se të gjithë ju njohin si studiues të gjuhës dhe mënyrën se si jeni bashkëdhënuar me publik. Por ju keni një pjesë shumë të rëndësishme, edhe e keni treguar edhe në vendin fshi që jeni edhe atlet mirë. Do flasim për ecjen mbrapsht dhe disa përfitime shëndetësore që ne kemi nga kjo. Kush e nis nga ju të dy, se do që në intervistat tona Maria flet gjithmonë pak. Maria do të jetë ajo që do marr pjesë në ushtrime pastaj. Unë jam gotha që do bëj ushtrime. Okej. E ajo na thuaj. Themelori do të ishte kryesisht që të nënkuptojnë çfarë do thotë sport. Sport është një ndër gjërat themelore të jetës. Besoj se mendësia që kemi ne sidomos në Shqipëri kam vënë është mjaft e distancuar nga ky fakt, duke harruar që është një gjë veçanërisht e rëndësishme, qoftë edhe për një jetë normale, nuk po them që të jemi atletë jashtëzakonshëm, po edhe thjesht për një jetë normale. Dhe mesazhi më i mirë do të ishte se si mund bëhen edhe ushtrime edhe në shtëpi, madje që mos kemi kurrë arsye, nuk kam një punë, kam një tetë, nuk e bëjmë, sepse gjithmonë mund gjendet kohë për gjithçka që dëshirojmë bëjmë. Dhe kryesore do të ishte edhe pikërisht pra se për thënë që edhe në një dhomë të izoluar, ku jetojnë normalisht çdo ditë mund të bëjmë ushtrime nga më të ndryshmet. Dhe unë do ftoja motrën që në farë shpjegoj pak në faktin e do shkojmë dhe atje sepse do ilustrojmë, do bëhemi gjithë sportistë në këtë studio. Sepse nuk kuptojmë kohën e prandaj. Dikush më pak, dikush më shumë, merret me sport, por kemi kuptuar që ju në përditshmërinë tuaj ndërthurni studimin e lingvistikës, konkretisht gjuhës shqipe, por edhe sportit. Përpos asaj çfarë Agroni bën. Maria, ti me çfarë merresh tjetër një herë? Në vërtet unë. Apo i gjithkohës me Agron? Jo, unë mundom të stakohem nga kjo, do distancohem shpesh. Pse, domethënë rrini shumë bashkë, sa që edhe lodheni nga njëri tjetri. Po të marr një shembull, ishim morëm pjesë në një film para një muaji në Çernobil akoma. Dhe të gjithë po qashin se si do kthesh në shtëpi. Ne shkuam në Bëjen, që praktikisht 30 km më larg, kemi bërë gjithë natën 85 km për të kthyer në shtëpi. 85 km nga ku? Me biçikletë, nga është praktikisht një fshat rreth 30 km më në veri të Çernobilit të Lisenit. Dhe kemi shkuam deri atje, u kthyem, që e më shumë se 85 km, se po ta shohësh nga Arta, jam 83 km saktësisht nga atje deri në Milano. Dhe kjo, po them që ishte me biçikletë nuk ka dhënë asnjë shqetësim. Kjo përthën që domethënë sporti mund të jetë pjesë e jetës së përditshme. Përveç faktit që vllai domethënë është i vetmi që në botë që ka ideruar dhe realizuar këtë vrap mbrapsht me pengesa. Vrapi mbrapsht ekziston dhe domethënë ka patur dhe kompeticione dhe në fakt do të merrte pjesë në vitin në mos gabon në vitin 2011. Mba të ftuar si ftuar special, më themi sepse bën kampionat Pra nëse do ecim mbrapsht, por ti mund të vraposh mbrapsht me pengesa. Po ti në fakt e kishe pretenduar në studio, ajo nuk do. Kuptoj edhe në Gjermani, po na thonin kështu që pozicioni thashë, shqis që unë po të vazhdoj me kërkesat që po bëni ju kuptoj tuajën, unë nuk e bëj dot sepse nuk është një shaka, thashë në fakt e kupton edhe ata që po pretendojnë diçka që nuk e bëjnë. Dhe për ta mbyllur këtë ishte shumë me rëndësi për thënë se çfarë na ndodh si popull. Më ftuan në Barcelonë për kampionatin e Torang si ftuar special dhe u bëm gati të shkojmë gjithçka. Kur mbritëm në aeroport, na tha Ryanair, pasaporta juaj është e skaduar. Nuk ishte e skaduar në fakt, por është surpriza që për shtet jam duke menduar që do të bësh diçka edhe për të tjerë kur bën për vetë, sidomos për popullin tënd.
Dhe aty, ndonë se pashaporta nuk ishte skaduar, rezulton të skaduar. Është vlerësimi që unë vendos në atë periudhë me pasaport, domethënë. Përfitimet që ne kemi nga ecja mbrapsht, se për të vrapuar mbrapsht me pengesa, mos na vështirëso kaq jetesën. Atëherë, në përgjithësi, besoj se gjithçka ka të bëjë me sportin, është diçka që shtiron trurin në radhë parë, pra ndjehemi shumë më të. Unë kur bëj sport e ndjej veten vërtet si pupël pas sportit. Pra mund të themi që ndihmon kundër depresionit. Themelore 1000 lloje sporte të tjera përpara se të arrijmë tek brapsht e pengesa. Brapsht me pengesa është një sport disi veçantë, duke qenë se jo të gjithë e praktikojnë, edhe unë në fakt kur kam filluar nuk e dija, dhe ishte për arsye sportive. Domethënë, unë isha në Intercampus, që është në mosh, që është mosh mitër, dhe isha me çdo kusht pikësynime që të lozja ose me Interin ose me Milanin. Dhe ata më patën parë dhe me ndoni se një ditë edhe për shpejtësinë që kisha, sepse unë 100 metrë i bëjnë 10 sekonda gjysmë pa qenë i përgatitur për atë punë. Dhe mendova, duke qenë se vazhdimisht kishim probleme të kyçet, kur godisja topin, shija që vazhdimisht më në kyçet, pra problem sepse isha ende dhe i vogël, mund të themi, se koha kalon për të gjithë. Dhe zbulova që duke ecur brapsht, kyçet poziciononin në formë që nëse mund ta shpjegojmë edhe këtu para kamerës. Po, dalim përpara kamerave. Të bënë vrapim për brapsht të detyron me çdo kusht që të kesh pozicionin e tillë, si pozicion trupi. Pastaj është shumë e rëndësishme natyrisht që edhe shpatullat të jenë të drejta dhe kur ecet, e shtyn me forcë të madhe. Kjo detyron kyçet që të forcohen shumë. Dhe mbi gjitha për njerëzit që kanë probleme kurrizore tek shpina, edhe në këtë rast nuk mund të rish kështu sepse nuk ecën dot prapsht. Dhe kjo të mban të përqendruar vazhdimisht. Të mban të përqendruar vazhdimisht që edhe pjesa e fundit e shpinës të jetë dhe për më tepër kalori që shpenzon janë shumë më të mëdha se sa ata që ecin drejt domethënë normalisht. Pra kemi ecur gjithjetën gabim. Varet çfarë kërkohet bësh domethënë. Të djegësh kalori. Jo gabim veçanërisht që masi kam vënë edhe këtu është edhe kur ecim normalisht, sepse ecin të krucur, diçka që është veçanërisht e dëmshme sepse përfundon një lloj dobësimi që nuk është i shëndetshëm dhe mbi të gjitha pra postura është shumë e rëndësishme. E ilustroj. Pak më gjatë domethënë që edhe publiku të jetë pak më i qartë në atë gjë. Kur bëjmë vrap, vetëm kujdes se këtu rrezohen njerëz. Duhet të ketë krahasisht, po më ka ndodhur gjithkund. Edhe në performancat televizive. Edhe në Gjermani domethënë u rrezohen. Kur ecim vrap, themelore është që të kemi një pozicion pra mënyrë të shëndetshme të fizikut të drejtë, pra në këtë mënyrë. Dhe është themelore dhe marrja e frymës, madje është mbi të gjitha fryma, sepse kur ecim, ne pa kuptuar lodhemi edhe thjesht duke marrë frymë, që do thotë në mënyrë të parregullt. Për shembull, njerëzit shkojnë kështu, ndërsa sinkronizimi i tetrit me frymën do të ishte kështu. Dhe fryma përfundon në fund të trupit, që është shumë e rëndësishme të thithësh frymën gjerë në skajt kapilare të trupit, domethënë pra të muskujve. Ilustrojmë të ecën brapsht edhe një herë. Apo motra? Kush është Ecën brapsht? Kush është eksperti? Eksperti është vllai, bën me pengesë. Që shumë rëndësi përpara dhe hedhja e hapit duhet të jetë shumë elegante, pra kështu. Okej. Ky thotë duan të shohin ecjen mbrapsht prapë ta përsërisësh. Po duhet ta shohin pak më gjatë, pak më të realizuar. Do kishim pak më po se do mësoj dhe unë. Do kishim pak më hapësirë. Ndërsa për të ecur mbrapsht kemi një pjesë shumë të vogël për provojmë pas. Dalim këtu. Filloj që dhe po përplasat partner është. Jo, nuk do përplasim. Jo, këtu agron, këtu. Jemi këtu. Mbajmë distancë nga njëri tjetri se pastaj do përplasim njëri tjetrin. Do ta provojmë bashkë? Po do provoj dhe unë. Tani unë i gjatë jam 1.89, pra 1.89 cm, por që kam nevojë të mbas 3 kg. Po është Suriani i gjatë. Mundimo? Koleg art sundosh. Spalla përpara, kështu. Për trupi. Ngriu, në kamp. Shpalla të shtrënguara. Në majtë gishta, mund të them, në basat e gishtave në të vërtet. Vetëm kujdes. Në bazë të gishtave. Dhe fillot në këtë mënyrë, pozicioni i trupit duhet jetë që në momentin e parë shtyrës. Pra, e kuptove? Kështu që. Edhe një herë? Pra kështu. Të është i shpejt, agroni në shpjegim. Jo, jam mirë. Shë për që funksionin. Jam mirë, sepse shumë bukur. Praktika bën. Hajde, 1, 2, 3. Më falë se... Jo, s'ka gjë, në rregull. Hajde, Alma. Hajde, Alma, se kemi kilogram për të humbur. Hajde, dashu.
Kemi kilogram për të humbur. Pol për vete. A, futur me sa, do t'ishte... Tu? Okej. E pozicionojmë? Respektojmë pa. Edhe njerë, ma shpjego. Mua më gjetët për të ushtrim. Në majtë gështit tani. Majtë gishtave po jemi me këpuc jo të rehatshme. S'ka gjë. Do më thënë, është baza në të vërtetë, majtë gisht, pjesa atë gishtave ku fillojnë. Në rregull, dhe tani, si jemi? Duken për para. Okej. Me rrët frim. Eba. është një njësje, mjafton dhe kjo. Një, po gar dhere aty. Nëse bëni gar, unë gar dhere aty. Vazhdo. Gar. Ty? Jo, prit, unë kam zërë në këshu, më kumbues. 3, 2, Maria do të një dhe ti këtu. Okej. E pa teorinë që kur rëzohemi vetëm ku i kim parsh. Mirë, Agron Maria ka një pyetje që në fakt jam i sigurt juve ju a bëjnë shpesh. Ju nuk ngjani si shqiptar, domethënë në pamje të parë, në duke, në stil, flokët janë shumë afro. Babi dhe mami nga Mirdita. E dim që jeni mirditor. Jeni më shqiptar se të gjithë ne. Mos ka një detaj që janë në 12 muaj të vitit të nxirr. Po, pra, si funksionon sepse nuk lahem. Ja, thuaj. Do thashë se unë nuk lahem pra nuk. është bërë si piro pelu, se kishtë deklaruar dikona... Si bje që në lami shpesh, i bje se në ka dalë gjyra. Ne profitojmë, do më thënë, verës në pëlqen që të marrim djellë. Edhe është, përveç fakti që shpesher thuaj që të marrësh djellë është e rrezikshme, duhet përdor. Është e vërtetë dhe ajo, po duhet të marrësh në periudat gjatë, po kërkosh të marrësh gjatë gjithë vitit, do më thënë lëkura mësohet dhe nuk ka probleme. Si kujdesini për flokët, e ka shumë të rëndësishme këto. Vlaj është parukjeri im personal, në fakt edhe shparë po më regullon të atë të koridor. Vërdet nuk është të bëjmë asgjë veçantë, sepse nuk kanë nevojë për asgjë. Ato sistemimet e vogla që duhet jetë... Ti menduar t'i pristi? Ndonjëherë? Jo, po, jam mund që i presë edhe... Ti menduar t'i presim, ja. Ka që janë të prera. Po, edhe sa, sepse kem pas këtë tjetër... Në Gjermani kishte të prera, vlaj, për shumë u ka bërë këtë vrapin mbrapsh me pengesa, dhe që aty i thash, jo, dhe në ditë këto flokët, ke gjithë këto flokë dhe mi pret me këtë pjesën këshu. E, po ishte luka sportiva, ndryshimi, do më thënë. Tani, këtu ecin mbrapsht, besoj e keni praktikuar në Itali, se në Shqipëri, nuk e diku ecin ju mbrapsht, po edhe liqeni nuk është i favorit. Edhe të liq, vajtëm tek pista që është shkryuar tek liqeni. Sa minuta në dit, apo nuk? Jo, këtu nuk, do më thënë, atëherë, specifikojmë që është, si që thashe, edhe kur bëjmë sport, ne bëjmë shumë gabime se fiksojmë një orarë dhe duhet jetaj. Trupi ka nevoj gjithmonë për stimuj. Në qofë se shkon në orën 8, qdo ditë, për të paktin për eksperiencën time dhe me besoni që është jashtë zakonshme, është e dëmshme, sepse trupi, po të mësot me diçka, ka vetin që mësot me diçka dhe duhet ndryshuar edhe orari, edhe mënyrat të bëjnë sport, pra unë unë shkoj për shumë të asam sot, bëjë 10 km më prapsht asam, vendos që më prapsht dhe bëjë 10 km, e mbyllë ma të bëjmë 100 metrë shatë shpejt, pra ka një larmi të pa fundme. Ndërthurja e ushtrime, ndërthurja e aktivitetit fizik, do më thënë, jo vetëm njëti tip aktiviteti ndihmon shumë trupin. Dhe unë flasë jo për arritjet mëdhaja personale. Unë për shumë kam qenë në adoleshencë edhe për një periudhë gjatë kam qenë shumë e shëndosh. Dhe nuk ka gjë të keq që t'jesh shëndosh. Sa kilogram vajte në adoleshencë? Mund kem qenë 70, diçka e tillë, do më thënë isha shumë kështu bukur është, në atë periudhë gjithë më thoni je mirë. E vetme që thoje që nuk jam mirë isha unë. Pra, është arritje personale, kështu e konsideron. Sepse këtu shpesher flasim për këtë, ndoshta ka qenë dhe ideja që kush është i shëndosh, është edhe i shëndetshëm, gjë që s'është e lidhur njëra me tjetrën. Dhe kjo është domethënë ideja. Ja, pra çfarë të bën Ecia mbrapsht Alma, të bën fiber themi ne në gjuhën e përditshme. Do të nisim edhe ne. Po. Nisëm nga edhe takimet e mparshme që kemi patur, shpeshherë më keni treguar që komentet nuk keni patur shumë të këndshme në fillim kur keni ardhur në Tiranë. Jo, komentet janë shumë të këndshme, për faktin se ato negativet për të bilancuara pozitivet. Dhe nuk ka gjë më të mirë kur shash, sepse do të thotë që të kanë zili. Dhe kjo është më pozitive se pozitive. Absolutisht. Nuk mendoj se është loja e tyre. Nuk përshtypje që merrni. Do i komentet unë nuk i asë le gjatë. Pra je i vaksinuar, do më të. Një koment që ja kanë përnuar, e që bëri
Syrianit, pse si prisni flokët? Jo, kjo është një pyetje, kështu që ne do mizori popullit. Përgjigjemi është Janë xheloze vajzat, kryesisht për flokët tuaja, është e vërtetë. Jo, vetëm vajzat edhe çunat, unë shoh flokët e Maria Zagronit dhe them, përse po më bie mua ti kisha edhe pak flokët e ka çurel mbi gjitha. Çfarë roli ka Liki në jetën tuaj? Liki apo jo? Liki që është reaguar në studio. E gjem këtu dhe elem këtu se kemi... është qeni më i disiplinuar në botë, pikë së parë. Absolutisht. Dhe është një disiplinë që e ka dhënë vete, se kupton nuk është se ja kemi dhënë ne. Nuk bën gjëra brenda, është e pastër, kërkon dalë jashtë, kërkon dalë jashtë për nevojat. Po, dhe në ditë ishim tek një mik edhe bënte me turin kështu tërkohën, edhe kupton që do të dalë jashtë. Sepse nuk kanë Kujdesin e të dy, keni ndarë detyrat për Likin apo është Liki Marias? Ajo zgjedh motën, E zgjedh ai. Pastaj zgjedh mua. Ajo. Kur vjen njerëz ka pikë se marrin me makinë dhe fshihet edhe sa këtu. Sa ikën ban? Ikën, të tregon se u kënaqen tani shoqëri që ikën. Doja të diçka të vogël që ikën tuaj ta. Sot na keni argëtuar shumë. Edhe më pëlqej që folëm për një tjetër dimension tuaj që në këtë studio nuk kishim folur më parë. Herës tjetër pres të bëjmë kërcim brapsht me pengesa bashkë në studio. Unë isha përgatitur për bërë ca ushtrime. Fakt isha dhe veshur. Çfarë ushtrime? Po shpejt e shpejt, duhet i bëjmë shpejt e shpejt. Sepse ne jemi shumë keq me kohën televizive. Dalim këtu Maria. Liki Sa kanë gut, nuk mund të bëjnë gjë, por do t'i të shumë mirë që të bëjnë shpejt. Po. Ushtrimet që mund t'jenë është përdorimi i karikeve në shtëpi apo çado që të keni. Ushtrimet më thjeshta janë edhe me trup të lirë që mund t'jenë në rrethana shtëpie. Në rrethana shtëpie. Për shembull, squatin, e para është që Se unë ishman këto fjalë gjithmonë sepse njerëzit në përgjithësi nuk e kuptojnë. Gjëra kryesore është bërë shtriqje, domethënë, stretching, shtriqje. Tash që ne themi shtriqje, pikë. Na duket çudi stretching për Ilustrojmë se mësimi në fund të kohës. Ushtrimin për pjesën e poshtme të trupit, sidomos që për goca që kanë këtë. Okej. Është një ndër ushtrimet më kryesore, është ky këtu. Dhe duhet të sinkronizohet gjithmonë me frymëmarrjen. Një ndër këto është kur i bën në formë U, shkeli që jepet nga sipër. Faktikja është që duhet të ndiqet domethënë me një ritëm. Edhe me sinkronizuar me frymëmarrjen. Tjetër është edhe kjo hapja në formë flutre, mund themi, farfalla. Edhe kjo ndikon shumë në kameramani po qesh sepse është në pozicion që më të vantazhuar përpara ushtrimet. Pozicionet që japin rezultate janë më të mirat. Kështu që apo ushtrime tjera që mund të jetë për shembull edhe kjo është e lidhur me glutej. Për shembull ky pozicioni këtu që mund ta bëjë çdo person e ulura dhe me krahët përpara dhe shtyra direkt, domethënë sa të arrim domethënë të vjedhë në drejtimin përpara. Dhe kjo ndihmon shumë. Okej, kthehemi me profil edhe nga kamera. Bëse të gjernalisht të talonim për një ditë tjetër për të bërë më të kujdesim. Do kemi mundësi të rikërkojmë për sëri. Dhe është shumë shtrëngimi përfundimtar, domethënë, që është jep rezultatet domethënë kryesore. Tani do vjetë ti, po ti the që nuk do në të bësh. Dhe e bugra është që këto mund të kontrolloni domethënë dhe vetë se po e bëni ushtrimin në mënyrë e duhur. Dhe është kjo që mund prekësh glutejn, se si domethënë ushtrimi po shtrëngohet muskuli apo jo. Për të ndjerë shtrëngimin e muskulit. Kjo në vërtetë është me shumë vantazh për ju që keni marrë pjesën e fundit, sepse përzihen pjesën. Ato nuk e kanë merak më vetëm. Dhe një të fundit dhe përgjithësi, nuk po flasim vetëm për një përgjithësi. Një fundit se jemi në fund, na duhet për muskujt e barkut që unë e kam shumë fiksim. Tani kjo është më e qeta, por një e bukur është kjo këtu. Kjo kishim marrë masa moj Maria për ty. Ska problem. Dhe kjo është shumë e thjesht që mund ta bëjë çdo person edhe pa i pastërvitur, domethënë. Ja. Okej. E pa parë, në rekord. Agron, më vjen keq të them që ylli i këtij programi sot ishte Liki. Ishte Liki. Po ju ndriçoni, jo, po jeni ju që ndriçoni, bota është femër. Jo, jeni ju të ftuarit tan për herë. Bota është femër dhe është e bukur. Agron, Maria, jeni gjithmonë të mirëpritur në këtë studio. Herën e radhës. Është gjithmonë kënaqësi. Herën e radhës do bëjmë të katër do bëjmë ushtrime, okay? Ushtrime zonë për gjithë masën sa ku janë thunë shumë njerëz, më mirë bëjmë që një gjë e rëndësishme është dieta, me ushtrimet duhet pak dietë, domethënë, por që se përshilla na jepni ne. Do ritakohemi përsëri në publicitet. Okej. Mirë,